Përshëndetje dhe mirëseardhët në Palimit. E ftuara parë është zëvendës ministre e Arsimit Nora Malaj. Nora, përshëndetje dhe faleminderit që erdhe. Atëherë unë dua ta nisi pak me aktualitetin. Sot është dita e 54 të protestës apo 55 që po protestojnë. Sot ka pas shumë tensione para parlamentit, ku të gjithë protestuesit rrasin për Ramën që të jap dorëheqjen. Si e shikoni ju këtë? Është një moment që politika duhet të mendohet fort edhe të jetë shumë e kujdesshme. Jemi në momentin kur masa e popullit tashmë është shumë e revoltuar edhe është e ngarkuar, është e trishtuar, nuk ka më besim ke kjo klasë politike që është dhimbje shumë e madhe, për arsye se jo të gjithë politikanët nuk janë ashtu siç duhet të ishin, ka dhe politikanë me identitet dhe me personalitet, por problemi është jemi në një krizë të madhe besimi. Dhe në krizën e besimit, në momentin kur humbet besimi, atëre detyrimisht duhen bërë disa zgjedhje. Fakti që sot qytetarët të gjitha moshave, të besimeve apo të bindjeve janë para parlamentit, tregon që parlamenti është një moment ku duhet të reflektoj fort të 140 deputetët për të kuptuar që janë realisht zëri i popullatës apo janë thjesht një minorancë në raport me majorancën dhe me nevojat që ka popullata sot. Sot popullata shfaq disa nga problemet që lidhet me elementet bazik të jetës, shfaq disa nga sfidat e jetës që nuk janë të thjeshta. Kuptohet po kalojmë situata të vështira jo vetëm shqiptare, po dhe globale, dhe duhet kuptojmë kur bota është në një diversitet, luftra është situatës të vështira, bëhet më rënd pesha e ngjarjes dhe duhet kuptojmë që kjo pesë nuk mund të zgjasi pa fund. Pra, në ditën e 54 jemi në momentin ku protesta vjen si puna e valës së qumshit që fryhet, pastaj ka një moment qetësimi, jo paqëtimi, po qetësimi të përkohshëm, po duhet të kuptojmë që mbrapa çdo qetësia apo paqe ka gjithmonë përballjen me një situatë që do të vijë dhe më e fortë dhe më e fortë dhe më e fortë. Mendoj që politika duhet të qëndrojë fort në ato çfarë shtrojnë qytetarët, të shikojë me kujdes dhe me empati çdo kërkesë që ata kanë, të mendojnë se si do të dalin nga kjo situatë, që quhet një situatë ku të dy palët nuk kanë lënë rrukalimi për të dalë, dhe duhet të bëhen mekanizma të tilla për të cilat më pas të shkohet në atë që quhet qeveri teknike që e kërkon edhe opozita për të krijuar mundësinë e një parje tjetër të puzzle-it të pushteteve që aktualisht kemi. Deri më tash kemi 36 vite në Shqipëri, që fatkeqësisht nuk është prodhuar politik, po është prodhuar pushtetmbajtje. Tani ka momenti që pushteti nuk mund të zvaritet dhe të mbahet kaq shumë, sepse shikojmë që kemi të dyja, dhe pozitën dhe opozitën, duken si janë paralele dhe nuk janë si mekanizma për të bërë oponencë konstruktive. Tani parlamenti është kthyer thjesht në një në një logore fjalësh, pra vetëm fjalë dhe produkti është produkti një anshëm, pasi dhe numrat edhe kartonat janë jo të ekuilibruar, pra nuk kemi atë që quhet check and balance, dhe si rezultat i tillë detyrimisht kërkesat e protestuesve janë kërkesa të drejta, të cilat sot përshfaqen edhe me të gjithë momentet apo mënyrën se si ato do të kompozojnë të ardhme për Shqipërinë. Mendoj që është moment ku thuhet kur turma ngarkohet, populli fillon dhe mendohet, që do të thotë jemi të gjithë të menduar, duhet kemi kujdes në çdo fjalë që themi, dhe duhet ata që kanë përgjegjësitë dhe ata që kërkojnë të bëjnë zgjedhjet, t'u jepet shansi të fillojnë të ndryshojnë rolet e aktorëve që janë sot dhe e sfidave që na jep shoqëria, që na jep politika, po që në fund të ditës duhet të dalim nga ky rreth vicioz ku janë kapur të gjithë dhe ku nuk po gjejnë dot çlirim të energjive. Si të duket ky parlament sot? Fjalori, tensionat. Ky parlament është ndoshta për fatin e keq, është një buzëqeshje e dhimbshme, por nuk është buzëqeshje sarkastike, po është
një dhimbje e madhe se për një njerëz që është marrë me politikë si puna ime në 27 vite, mendohet që nga viti në vit të kemi rritje cilësore dhe nuk duhet të kemi ulje të nivelit të cilësisë së parlamentit. Fatkeqësisht kemi prodhuar të rinë në parlament, po me mentalitet jo vetëm të vjetër, po nganjëherë të duken si analfabet funksional. Kemi raste të ndryshme që unë nuk dua më t'i përmend me emra për arsye se nuk dua më t'i bëj personazhe, pasi janë bërë personazhe dhe aq sa janë kthyer në fenomene të parlamentit, ndjehem shumë e keqardhur që të rinjtë të rejat që menduan që do hynin në parlament apo do hynin në politik, do hynin me një frym tjetër, në fakt nuk kanë arritur të dalin as mbi veten e tyre, as mbi formimin e tyre dhe nuk mund të kemi deputet gastor në parlament, nuk mund të kemi deputet që e përdorin gjuhën aq keq sa që të kujton thënien e popullit që gjua kocka nuk ka, po kocka thyen. Nuk mund të kemi individ të cilët në kodin e bashkëbisedimit apo të formimit dhe në kërkesën duhet kënd atë që quhet kodi moral, dhe kodi moral lidhet me vlerën reale të individit. Ndaj mund të them që nëse në parlamentet e tjera kishim të përfaqësim të niveleve akademike si profesor, personalitete, tashmë ky nivel ka shkuar drejt zhdukjes dhe është kthyer trendi tjetër i cili nuk na jep shpresë dhe kjo krijon atë që quhet krizë mendimi, krizë personaliteti, krizë identiteti dhe pamundësi komunikimi. A ka dështuar politika, tentativa për politik me këtë lloj gjuhë që po përdoret dhe pas një lloj raportimi për ato pakënaqësi që kanë qytetarët apo zgjidhje ndaj tyre? Politika është fjalë e madhe, sepse politika është arti i komunikimit dhe arti i kompromisit, që njihet sot në botë, nuk është se e themi ne. Puna është se a jemi ne të afta, kemi politikanë ne që të bëjnë politikë? Këtu fillon pyetja e parë. Ne në fakt nuk kemi politikanë që kanë bërë shkollë politike, përveç atyre që janë figurat 36 vite në politikë dhe që mund t'i quajmë baballarët e politikës, të tjerët janë rishtar dhe janë individ që e kanë bërë politikën me vesh, jo me shkollë. Nga ana tjetër, jo të gjithë kuptojnë se çfarë roli ka një deputet. Deputeti është personi më i lartë që përfaqëson mbi 20.000 vet në votën e tij dhe duhet të ketë minimalisht një qasje për nevojën apo për dijen juridike, për ligjet që si do të zbatoj, për vendimarrjet që do marrë aty, për kërkesë ofertën që do t'i bëjë qeverisë, për kërkesën e zbatimit të saj, për kërkesën që do t'i bëhet pushtetit gjyqësor që është pushteti i pavarur dhe për të gjithë mekanizmat që rregullojnë një shtet. Fatkeqësisht neve kemi dëgjuar dhe po t'ju pyes unë juve kë njihni nga deputetët e rinj, më thoni ca emra ose më thoni ca emra të ministrave apo zëvendësministrave, tani jam e bindur që do ta keni shumë të vështirë t'i gjeni. Kjo tregon që kemi pak informacion ose as pak. E gjithë politika është uzurpuar vetëm nga leadershipet politik, të cilët e kanë kthyer atë në pozicionin e tyre të profesionistit, të profesionit personal, familjar dhe duket sikur është kthyer në një oazë personal dhe ndërkohë interesat e popullatës që sot dalin dhe protestojnë janë të tilla sa që duket sikur pothuajse nuk përfaqësohen. E parë në këtë qasje duket sikur politika në Shqipëri është ndryshe nga gjithë politikat në vendet e tjera, pra ka një formë tjetër që nuk mund të quhet e ngjashme dhe kjo të bën që të jetë ajo që quhet profesioni tifozeria më e madhe që njerëzit bëjnë në të përditshmen tonë dhe duket sikur në fakt prodhimin politik e bëjnë qytetarët dhe politikanët nuk merren me këtë gjë, po merren me gjëra të tjera, me interesa të tjera, të cilat për fatin e keq kanë rritur jo stekën e zhvillimit të ekonomisë së vendit, po ato që quhet korrupsioni që fatkeqësisht identifikohen ata si të tillë që për mua është përsëri dhimbje sepse kanë hypur ke pema e tyre politike, po presin pemën politike në besim me popullin, po humbasin komunikimin me popullin, po humbasin komunikimin me identitetin e tyre dhe nuk po kuptojnë që statusi i tyre është një status që nuk të jepet për herë, po kur të jepet duhet ta bësh me shumë përgjegjësi. Dhe ndershmëri.
Patjetër ndershmëri dhe me kod morali, patjetër. Janë 3 gjëra që janë të padiskutueshme. Atëherë, projekti Smart City dhe vendosja e kamerave inteligjente në shkolla kanë ngjallur debate të forta. Qeveria e konsideron këtë një masë për rritjen e sigurisë, ndërsa kritikët flasin për mbikëqyrje të tepruar. Si e vlerësoni ju këtë nisëm? A do të ndikojë realisht në parandalimin e dhunës apo një zgjidhje që trajton vetëm pasoja? Ne gjithmonë jemi prirur që edhe gjërat e mira t'i shohim me skepticizëm, kurse gjërat e këqija t'i zmadhojmë më shumë se sa janë. Unë mendoj që si ide është jashtëzakonisht shumë e mirë, pra është shumë e rëndësishme siguria dhe garancia e fëmijëve tanë. Ngjarjet që na kanë treguar deri më tash kanë qenë shumë tragjike, shumë të trishta dhe kanë patur 3 fenomene. Fenomeni i parë është i mosnjohjes së problemit, pra të ngjarjes. Fenomeni i dytë lidhet me faktin e mos parandalimit të ngjarjes. Fenomeni i tretë lidhet me hallkat që funksionojnë në shkollë dhe në komunitet që nuk kanë funksionuar, siç ishte rasti i djalit që u vra afër shkollës. Fenomeni i katërt kemi të bëjmë me vajzat që braktisin shkollën dhe që u bën historia e vajzave të Fierit, që dhe ato nëse do ishin identifikuar shumë më përpara, për të mos thënë që brenda mund të jenë dhe grupe të strukturuara që është akoma dhe më problem, mund të na çojnë në disa zgjidhje që janë zgjidhje shumë të forta dhe që krijojnë tronditje të shoqërisë. Pra, e parë në gjithë të qasje, vendosja e kamerave të sigurisë, nëse menaxhohen mirë, është një nga gjërat më të rëndësishme që neve duhet ta bëjmë që qyteti të jetë i menaxhueshëm për të gjithë qytetarët, sidomos për fëmijët. Po të lëvizim në qytetet e Vienës apo vendet europiane, do të shikojmë që fëmijët në moshën 10 vjeç derisa rriten e marrin tramvajin vet, e marrin trenin vet, e marrin lëvizjen, pra nuk e kanë lëvizjet shumë të afërta në shtëpi, dhe të gjitha shërbimet urbane dhe gjithçka janë të monitoruar, sepse janë të monitoruara me kamerat e sigurisë që ka qyteti, që do të thotë ngjarja, dhe nëse ndodh që mund të jetë një ngjarje automobilistike apo një situatë e papritur, ka kohën që në kohë rekord të parandalohet ose të jepet ndihma apo të realizohen të gjithë ato indikatorët që mund të ndodhin pas ngjarjes. Pra, e parë në sigurinë e jetës dhe detyrimin kushtetues që ka qeveria për qytetarët e saj, është një vlerë pozitive. E parë në mënyrën se si menaxhohet ose si do të menaxhohet, këtu lindin pastaj problemet, të cilat kanë një shprehje latine që thuhet në çdo gjë që kur e kalon masën kthehet në të kundërtën e saj. Pra nëse do ta kemi për të realizuar të gjitha pritshmëritë dhe nevojat që kemi në kuadër të standardit të kujdesit të rinjve, të kujdesit të fëmijëve, të sigurisë dhe garancisë përpara të gjitha llojeve të dhunave, të bulizmit, të rasteve të rrëmbimeve apo të ngjarjeve që në fakt nuk janë sporadike, duhem thënë, ato na bëjnë që të kthejmë vëmendjen dhe të kuptojmë që ky lloj menaxhimi do të krijojë mundësinë edhe të lidhjes së hallkave që në fakt deri më tash duken si hallka të veçuara, por nuk krijojnë hallkën e zinxhirit të plot. Kështu që nëse do ta bëja një baraspesh, do thoja është shumë e mirë si ide, por gjithmonë kam skepticizëm se ne kemi një parim. Bëjmë ligje shumë të mira, po kur nuk i zbatojmë mirë, ato ligjet ngelen në letër. Po. Atëherë, rastet e fundit, domethënë Shqipëria, po ndodhin shumë raste, shumë fenomene që ashtu siç i përmendët dhe ju më parë, të vajzave të Fierit, vrasja e djalit. Unë jam shumë kurioze të di se çfarë po ndodh me brezin e sotëm. Brezi i sotëm është brezi i kohës ku ai jeton, që do të thotë milenarët e rinj janë ndryshe nga brezim, ndryshe nga brezi zen dhe nga brezi juaj, janë pra ndryshimet të cilat duam apo nuk duam ne, shoqëria duhet të përballet dhe duhet i pranoj. Sa më rregulla që të ketë shteti dhe sa më e qartë të jetë demokracia, aq më i pranueshëm dhe aq më i qetë bëhet brezi. Sot një fëmijë 10 vjeç apo 11 vjeç nuk quhet më
në moshën e pubertetit, po ka hyrë në para-adoleshencë. Dhe duke hyrë në para-adoleshencë ka një sjellje komplet ndryshe nga çka patur kur ka qenë nga 5 deri në 10 vjeç. Aq sa shpeshherë prindërit shqetësohen dhe nuk dinë se si të komunikojnë me ta, nuk e kuptojnë që fëmia kërkon të mbytet në dhomë, nuk e kuptojnë që fëmia ka nevojë të ri vetëm, nuk e kuptojnë që fëmia në këtë moshë nuk ka shumë dëshirë ta përqafosh shumë, e do përqafimin atëre kur e do ai, dhe shpesh herë thonë çfarë po ndodh me fëmijën tim. Pra, janë të papërgatitur për të bërë prindërimin, për arsye se nuk kanë faj ata, pasi prindërimi nuk është cikël ku edukohesh, po është cikël që mësohesh me vesh, ende nuk kemi krijuar shkolla që mendoj që ka ardhur momenti që duhen krijuar formate ose manuale për të ndihmuar prindërit si të prindërojnë për brezin aktual. Brezi aktual nuk është më i ndryshëm se brezat tanë. Çdo brez me tjetrin duket sikur është më i ndryshëm dhe thotë, ç'a po bëhet me këtë brez? Asgjë nuk po ndodh me këtë brez. Ky brez është ai brez që duhet të jetë në kohën ku ai jeton, por ky brez, ndryshe nga brezi jon, na krijon ka qasje të tjera dhe parje të tjera për interesat që ai ka. Pra nëse neve brezi jon ka patur të tjera interesa, brezi juaj ka të tjera interesa. Në kohën time nuk mund mendoje që ti do vinte koha që makina do ishin elektrike, do vinte koha që makina do ishin me kamje automatike, do vinte koha që pjesa më e madhe e shërbimeve në shtëpi do ishin nëpërmjet zhvillimit të teknologjisë dhe ti do të kishe shumë të thjeshtë. Pra në kohën time nuk mendoj që dhe vajzat e djalë mund të lanin dhe mund gatuanin dhe mund bërin njësoj. Pra, brezi sotëm ka arritur në konkluzion që nuk ka rëndësi e vajza apo djalë, ti je një njeri që duhet i bësh shërbime vetesh si një njeri në të gjitha drejtimet. Nga ana tjetër, në zhvillimin mental kemi një qasje ndryshe. Nëse në kohën time ne ishim brezi më empatik, që ndjenjen e kishin prioritare, brezi sotëm jo se nuk ka ndjenjen, po ndjenjen e ka pak më pragmatike, e ka pak më të ftohtë. Dhe pse e ka të ftohtë dhe pragmatike? Se informacioni nëpërmjet telefonit apo internetit e merr në formën e tullsës dhe nuk e merr në formën e zhvillimit të mendimit. Këtu fillon momenti i parë i frenimit të mendimit. Këtu lufta më e madhe e këtij brezi me brezin tjetër është si ta afrojmë që ai të lexojë bukur dhe si ta afrojmë që ai të fillojë të ndjejë bukur. Jo se ky brez nuk ndjen, po formën e shpërthimit, mënyrën e komunikimit, qasjen e shpërthimit e ka ndryshe nga brezi tjetër. Dhe po të shikojmë, po të bëjmë një analizë të fjalorit të këtij brezi, me fjalorin e brezit tuaj dhe me fjalorin e brezit tim, kemi ndryshime shumë të mëdha, aq sa që kur fillojmë të komunikojmë, artikulimi jonë është ndryshe, por kam kuptuar një gjë tjetër. Në protest kam kuptuar që të rinjt kanë artikuluar të mersi shumë bukur, që do të thotë, kur vjen puna për nevojën, të gjitha ata që janë të mirë arsimuar, jo të arsimuar për të marrë një diplomë dhe për të qenë analfabet funksional me diplomë, po të arsimuar sepse duan arsimin dhe duan që idenë e tyre ta vënë në funksion edhe të teknologjisë së zhvillimit, edhe të mendimit, në radhë parë edhe të ndjesisë, është shumë e rëndësishme ndjesia, më sjell ndjesinë që do vi një kohë që do rindërtohet raporti human. Pra jemi në krizën e humanizmit për të gjetur një rrugë të komunikimit human që do jetë një rrugë komplet tjetër. Cilat janë shkaqet kryesore që po nxisin këtë fenomen? Teksa unë po flisja dhe ju po më dëgjonit, e kuptoni që janë disa nga arsyet që e bëjnë të fortë këtë ndryshim. E para janë shkaqe ekonomike, të cilat bëjnë këtë lloj zhvillimi social. E dyta janë raportet humane. Njerëzit dikur kanë qenë ndryshe, sot janë ndryshe. Për shembull, një nga debatet e diskutimit ka qenë pikërisht filmi Odiseja që ka dalë të ditë, edhe debati që pse duhet ripar Odiseja. Odiseja nuk është vetëm individualiteti i Odiseas që tregoi që ai u rikthye edhe një herë në Itak, po tregoi se sa e fortë ishte Penelopa që rezistoi dhe që tregoi që me anën e aftësisë dhe menaxhimit të ftohtësisë arriti të beson tek e vetja. Pra, çështja e parë lidhet me besimin e vetes. Çështja e dytë lidhet me
raportet që ti ke krijuar në shoqëri. Shpeshherë të rinj kanë problemin më të madh me atashimin me shoqërinë, sepse garën e bëjnë me të tjerët dhe harrojnë që në fakt gara nuk bëhet me të tjerët. Gara bëhet me veten. Duhet parë cilat janë sfidat ku ti fillon dhe sfidat kur ti mbaron. Nga ana tjetër, në përgjithësi të rinjt e duan fasadën, por kanë kuptuar që nga fasada në përmbajtje janë dy gjëra që ndryshojnë shumë. Është tjetër gjë çfarë shfaqesh dhe është tjetër gjë çfarë je. Dhe është një parim që Perëndia kur na krijoi, na e bëri portretin dhe pa hapur gojen nuk dim çfarë të vlerësojmë. Në momentin kur hapim gojen dhe themi mendimin, atëherë themi që ky bën dhe ky nuk bën. Pra ka të bëjë me shpirtin dhe me mendimin. Nuk ka të bëjë domethënë se si është rrit në familja që del një fëmijë i dhunshëm, krijon këto skenat e dhunës. Absolutisht që po, nëse flasim për bulizmin dhe për fëmijët që kanë një tendencë të shfaqjes së sjelljeve të dhunshme apo të sjelljeve agresive, ky fillon me ciklin e edukimit. Dhe cikli i edukimit fillon që nga familja deri në shoqëri. Çdo thotë kjo. Neve jemi ato çfarë jemi rritur, ato çfarë kemi ngrënë dhe ato se si shfaqemi. Që do të thonë, as ju as unë nuk e zgjodhëm prindrit kur erdhëm në këtë botë. Na sollën me dashuri apo varet se si kemi ardhur. Nga mënyra si kemi ardhur, fillojnë gjithë problemet në konceptimin e asaj që quhet embrioni. Prandaj është shumë i rëndësishëm raporti njohjes të një çifti dhe raporti konceptimit të një fëmie i cili do vi në jetë. Nëse një çift e do njëri tjetrin shumë dhe ka gjetur gjysmën më të mirë, atëre perspektiva për të ndërtuar jetën dhe për të parë pasardhësin është shumë e lumtur dhe fëmia që do vi probabilitetin e ka shumë më të mirë që të jetë një fëmijë pozitiv se sa një fëmijë agresiv. Nëse fëmia vjen në formë agresive dhe fillon rritet në agresivitet, pra nuk janë të krijuara kushtet për të rritur, prindërit janë shumë agresiv me njëri tjetrin, përdorin një fjalor i cili është fjalor që është përtej normalitetit, atëre në atë moment situata bëhet jashtëzakonisht shumë e vështirë dhe fëmia fillon të mbyllet në vetvete. Dhe shumë pyetje që janë pyetje që fillojnë nga mosha 3 deri në 5 vjeç, ku zhvillon dhe rritet edhe shkalla intuitës dhe e mendimit, filloi të mos i marrë dhe duke mos i marrë dot fëmia ka shumë të vështirë më pas të fillojë vetbesimin. Kur shkon në sistemin e arsimit parashkollor, që është kopshti, atje fillon përballet me fëmijët dhe fillon të krijojë sjellje të ndryshme, të cilat agresivitetin e parë në shtëpi ai e kopjon, sepse fëmia është si puna e një sfungjeri. Bashkë me ujin thith edhe gjithë elementët negativ dhe i bën pjesë të sjelljes së tij. Duke i bërë pjesë të sjelljes së tij, ai shfaqet me këtë sjellje dhe ka shumë të vështirë të ndrojë se kush është e mira dhe kush është e keqja, se model ka nënën dhe babain. Pastaj, nëse prindrit janë të pakujdesshëm dhe prandaj themi që një nga sfidat më të mëdha është të qëndrojmë pranë me fëmijët dhe tani që është periudhë vere, sa e nevojshme është që të luaj me fëmijët, po jo vetëm nëna veç apo babai veç, po të dy bashkë, po të rinë edhe me gjyshërit, që janë pjesë shumë e rëndësishme e edukimit të tyre, po të rinë dhe në mjedise jo agresive, po në mjedise bazike, po të rinë edhe pranë lumejve, barit, detit, pra të kënaqen në mënyrë të tillë që nuk është e thënë të bëjmë pushime ëndrash si në filma, se nuk kemi mundësi. Ato duan. Atë duan në qoftë se ti nuk e ke mësuar se edhe duke gatuar me nënën dhe me gjyshin, apo duke mbjell ke kopshti nënës dhe gjyshit, dhe kur shikon se si rritet lulja, është gjë e bukur, varet se si ti ja ofron. Fëmia është pasqyra që ne ofrojmë. Fëmia nuk lind vetë i ditur. Fëmia lind si puna e kësaj bluzës time e bardhë. Varet çfarë shkruan, varet çfarë penë merr, varet si shkruan, vetëm duhet harosh një gjë, që te fëmia nuk e gom, ke vetëm laps, dhe nuk mund të shkruash dhe pasaj të shuash. Në momentin që ti ke shkruar, në atë moment ai ngelet si stamp dhe nuk e ko për ta rregulluar. Prandaj koha është vrasësi më i madh për njerëzit, sepse ti nuk e ko ta kthesh mbrapa. Për shembull, do doje ti ta ktheje fëmijërinë tënde mbrapa?
Do doje në fëmirin tënde të kishe bërë ca gjëra që si ke bërë dot. Do doje që atë që shef ke fëmijë ta bësh, po ti, këto janë ca gjëra që flën atë që quhet subkonscienca jote, dhe në një moment caktuar kur unë jam e bindur ti kur të bëhesh me fëmijë, ti do t'i japësh mundësinë që fëmia jo të realizojë ato gjëra që ti nuk i ke bërë dikur, sepse lidhet me identitetin dhe me personalitetin tënd. Por, nga ana tjetër është dhe një problem shumë i madh. Kur prindrit bëhen posesiv dhe shikojnë rritjen e vetes ke fëmia, atëherë ata duan të ndryshojnë fëmijën. Nuk duhet të harrojmë një gjë, që kur lind fëmia, bashkë me ADN-n merr edhe trashëgimin e gjithë problematikave tona sociale të trashëguara në identitetin ton. Prandaj është shumë e rëndësishme që të kemi shumë kujdes në rolin e parë që do marrim në jetë që jemi prindër. Duhet të prindërojmë bukur dhe të mos spërtojmë së lexuari dhe së kërkuari ndihmë. Nga ana dy duhet kuptojmë që fëmijët janë fëmijët tanë biologjik për të kohës ku lindin. Nga ana tre duhet kuptojmë që nuk duhet jemi vetëm prindër biologjik, po duhet jemi dhe prindër me kohë të plot dhe me jo kohë të pjesshme, dhe duhet të kuptojmë që t'i ndihmojmë fëmijët në mirëritjen e tyre në bazë të ciklit të 5 rendeve ciklore, që fillojnë me ciklin e parë, që është fëmiria e hershme, pastaj vazhdon me fëmirinë e vonë, pastaj vazhdon me pubertet adoleshencë, pastaj vazhdon me rritjen dhe maturimin, pastaj vazhdon me pjekurinë dhe mosha e tretë dhe fundorja është pleqëria që dhe ajo ka 3 stade. Ndaj duhet kuptuar që të gjitha gjendjet qendja njerëzore i kalon. Nëse ke kaluar një fëmijëri të bukur, dhe pleqërinë do ta kesh shumë të bukur. Shpesh herë themi që sa zevzek është ai plaku, ose ajo plaka, e di pse? Se në fëmijërinë e tyre kanë qenë të paralizuar. Dhe në moshën, në kohën e moshimit, shfaqin të gjithë elementët bazik që janë fshehur në subkonsciencë në fëmijëri. Atëherë ne gjithmonë kërkojmë përgjegjësi tek familja, tek prindërit. Po shkollat. Shkolla e shkretë është bërë si një këmban ku vetëm bie këmbane. 4 janë pikat ku mendoj që duhet mbështetur leva për të lëvizur gjithë problemin. E para është familja, dhe familja nuk ndryshon. E dyta është shkolla, sepse është cikli më i gjatë ku kalojnë të rinjt kohën e tyre, dhe është cikli i atashimit, nuk është vetëm cikli i edukimit dhe mësimit. Dhe cikli i atashimit do të thotë që mësimin mos ta bësh të bezdisshëm, të mërzitshëm, që ti të mos e ndjekësh atë që flet, po të kesh mendjen, ke idetë tua dhe në një moment caktuar të kuptosh që ti s'je fare aty, po bën sikur je aty. Pra në momentin kur ti shfaqes vetëm si formë dhe nuk je aty, kjo quhet që je pastaj analfabet funksional, se ti je në shkollë, po s'ke mësuar gjë. Dhe kur del ti s'di thuash asgjë. Dhe kur nuk thua asgjë, është një dhimbje të mërshme, se je shumë i bukur apo e bukur, po sa hap gojën, je një budalla. Dhe prindërit tonë morët kemi çuar në shkollë apo s'kemi çuar? Në fakt ti s'ke qenë në shkollë, ti ke qenë fizikisht në shkollë. Po realisht ti nuk e qenë në shkollë. Atëherë çfarë duhet të bërë? Duhet bërë që shkolla të jetë atraktive. Si është atraktive? I keni parë, për shembull, një nga ushtrimet që ju bëj studentëve të psikologjisë është orën e parë, ditën e parë kur vinë në auditor, i them si u dukem kur flas nga podiumi i lektorit. Ata kuptohet duke parë dhe emrin dhe ka pritshmëri shumë të larta. Profesore, thonë ata, po, i them unë. Sikur të bëjmë një lojë, them të hypnin mbi tavolinë. Si të hypin? Po hypnin mbi tavolinë, hypin ata. Si u dukem, i them? E vogël, shumë bukur, po sikur të zbrisin, them të uleni një çik më poshtë. Ulen ata poshtë, si u dukem, shumë e madhe. E pra ky është realiteti i parjes së njeriu. Njeriu e zmadhon veten ose e zvoglon veten. Edhe e din nga kush e zmadhon dhe e zvoglon? Vetëm nga një gjë që është pasuri personale dhe është banka më e fortë e individit, nga dia. Sa më shumë ti je i ditur, aq më shumë ti ke të gjitha armët për t'i vënë të tjerët përballë. Prandaj kur shkolla jon të marrë rolin dhe kuptimin e vërtet të saj, që të mos i bëjmë mëkatar as mësuesit, as nxënësit, as punonjësit social, por kur t'ja u bëjmë të bukur, kur t'ja u bëjmë miqësore, kur t'ja u bëjmë
atraktive, do me thënë të gëzuar, kur t'ja u bëjmë që garën ata nuk e kanë me njëri tjetrin, po e kanë me dijen që ata marrin, kur t'ja u bëjmë që vanafi nuk është meri dhe fundi botës, po vanafi është një mekanizëm që është ndërtuar për të parë se sa ti ke mësuar dhe di të mësosh, në atë moment shkolla do kthehet në qendrën më të bukur, ku fëmijët ta duan. Për shembull në Japoni, e dini që deri në fund të klasës 9 nuk ka nota, e dini që deri në fund të klasës 6 nuk ka teste, po ata bëjnë të gjitha ushtrimet, aty nuk ka punonjës që pastrojnë, pra punonjës shërbimi, aty i pastrojnë vetë fëmijët, aty fëmijët e duan çdo pllak ku vinë, është si puna juaj. Ju këtë studio të re që unë ja uroj me këmbë të mbar, e doni në çdo gjë që keni krijuar. Ke ai detaj i vogël i lules, ke ky mikrofoni përballë, se ju jep shansin për herë të parë në jetën tuaj në këtë moshë kaq të re që ju të bëheni një figurë fizive dhe televizive. E dini ju kur e kam filluar unë dhënien në emision? Në çfarë viti? Më thuaj një vit. Kot, futja si dush. Atëherë unë po të ndihmoj në dy gjëra. Unë jam aktualisht 62 vjeç. Të dash moshën që të mund t'japësh kohën kur të duash ti. Para 30 vitesh. Para 36 viteve. Në vitin 1990 unë kam dhënë për herë të parë emisionet në RTS, ishte atëherë se vetëm një media kishim, dhe bëja emisionet teenager për të rinjt. Dhe kam kuptuar se çdo të thot t'i japësh njeriu një mikrofon dhe të tregoj dhe të shpalosi gjithçka që ai di. Po mikrofonin nuk mund t'ja japësh një analfabeti, një analfabet funksional, një narciziani, një njeriu të paditur, një njeriu që nuk e do profesionin që bën, edhe një qytetari që flet pa përgjegjësi. Po ta shikosh protesta sot është e titulluar në qasjen time më jep një mikrofon. Kështu është edhe roli mësuesit, t'i japësh një mikrofon. Kështu është edhe roli prindit, t'i japësh një mikrofon. Kështu është edhe roli gazetarit, t'i japësh një mikrofon. Prandaj edukimi mbështetet në 4 pika shumë të rëndësishme. Mbështetet ke familja që e thash, mbështetet ke shkolla që duhet bëhet empatike dhe duhet fusim lëndën e empatisë, do me thënë duhet të hyjmë ke lëkura e njëri tjetrit për ta dashur. Mbështetet shumë ke komuniteti ku jetojmë, se shoqërinë e fëmijërisë ju besoj e mbani mend. Dhe është shoqëria që atëherë nuk bëni, shiko, do më marrësh në punë dhe unë të vi të tregoj sa e mirë jam, atëherë ti e doje dhe shkoje në shtëpi dhe i thoje mamit apo babit që kjo është shoqja ime ngushtë. I kishe zgjedhur se kishe empati, nuk bëje llogari. Nuk ishe llogari olimbi, po ishe empati dhe ai ishte shoku apo shoqja jote e ngushtë. Dhe pushteti 4 është media. Duke bërë një studim sociologjik, se në fakultet ku jam jap ke drejtësia, jap ke psikologjia, jap dhe ke mësuesia, jap dhe ke mjekësia, dhe duke bërë një studim kam parë ç'do të thotë shëndeti mendor dhe pikërisht pulizmi lidhet dhe me elementet e fortë të shëndetit mendor, të shfaqjeve të agresiviteteve të para që ne shpeshherë nuk i kurojmë dhe nuk i përpunojmë, dhe kam kuptuar një gjë. Nëse media do kishte një program të tillë ku për ti politikës që e bombardojmë dhe çfarë ndodh me trurin duke bombarduar politik, e kemi kthyer në atë që thot Aristoteli, njeriu është kafshë politike, por e kemi lënë instinktive politike sepse jo të gjithë ditën të analizojnë dhe ta diskutojnë, do ne jepim informacionet që po bëjmë sot për të dedikuar për jetën tonë, për nevojat që kemi, të flasin njerëzit me gjuhë të thjeshtë për ta kuptuar edhe ai që nuk ka nivelin e shkollës madhe, por ka nevojë ta dëgjojë, ta hapi, ta lexoj reelsin, jo reelsin e shkurtër për thjesht për klikim, po të mësoj dhe një gjë. Atëherë ne kemi bërë një shoqëri, një shërbim aq të mirë shoqërisë, po jo vetëm shoqërisë, po në radhë parë media e ka bërë punën së saj, që ka ngritur nivelin e audiencës dhe ka çuar audiencën nga një audiencë që kërkon vetëm thjesht show në një audiencë që kërkon vlerë. Po ta shikojmë sot vendet e zhvilluara po ja heqin fëmijëve përdorimin e rrjeteve sociale deri në moshën 15 vjeç. Pse? Se është kthyer në një nga problemet më të mëdha sociale. Atëherë Shqipëria ndodhet në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian.
Apo merr vendi kosto politike dhe ekonomike për integrimin? Patjetër që vendi merr kosto, po të shikojmë lëvizjen e euros me lekun, në fakt nuk kemi fuqizim të lekut, siç e thonë ekonomistët. Po kemi një lloj zhvlerësimi të euros e cila po na përgatit në një rrugë tjetër që kur të vi momenti që të shkojmë në integrimin evropian do ndodhi ajo që ka ndodhur edhe me Greqinë dhe me gjithë vendet e tjera, që lëvizi niveli i balancave të ardhurave dhe për fatin e keq jemi në fazën ku po përjetojmë atë që quhet krizë ekonomike. Ju do thoni, po më fal, Zyshnora, po këtej kemi rritje të pagës, si ka mundësi që kemi krizë ekonomike. Nga njëra anë duket sikur kemi rritje të pagës, po paga na duket si Bitcoin virtuale dhe jo reale. Nga ana tjetër rritja e çmimeve që është e pamenaxhueshme apo rritja e naftës apo nafta që është elementi bazik që rrit gjitha çmimet e tjera të gjithë jetës tonë, na e bën që paga dhe shpenzimet e të ardhura të jenë atje ku kemi qenë. Që do të thotë të jemi ende në një gënjeshtër të madhe duke dashur ta shfaqim si një arritje të madhe. Pra jemi midis pohimit dhe mos realizimit të asaj që quhet ekonomi e qëndrueshme. Nëse do kemi një ekonomi të qëndrueshme ku do ndërtojmë çfarë? Qoftë turizëm, qoftë ekonomi ku do të ketë shërbimesh, qoftë forma të ndryshme të turizmit të 12 të gjithë stinëve, qoftë edhe ndërtimeve të industrisë së rënda apo të industrisë së re në bazë të një strategjie të vendit, atëherë ne mund të thonim që mund të kishim rritje sepse do kishim një ekonomi e cila do të ishte stabil dhe do na rregullonte marrëdhëniet. Në këtë situatë ku jemi si thuhet një shprehje thanas shtrëngoj rrypin. Në momentin që të gjithë bëjmë menaxhimin e të ardhura dhe shtrëngojmë rrypjen dhe sigurisht çështja e negociatave duhet të përgatisi edhe popullatën për atë çfarë do ndodhi, sepse grupet e ndryshme, për shembull, grupet që ta ndjejnë shumë janë grupet e moshës tretë, pensionistët, me ato lloj pensionesh që janë pensionet me qesharake që nuk mund të shkohesh në Europë me ato pensionet. Pra, këto lloj pensionet por të përkthehen në euro, ti nuk mundet me 200 euro të kesh një pension. Ajo nuk quhet as pension, do me thënë, e para duhet vendosur niveli minimumit jetik të jetesës dhe e dyta duhet parë si do të lëvizi kurba, po që të lëvizi kurba duhet bësh një lëvizje zhvillim strategjik të vendit, duhet të shikosh cilat janë ato profesione që duhet jenë në treg, duhet kuptuar si do zhvillohet ekonomia dhe duhet kuptuar do shkojmë në zhvillim ekonomie apo do kemi thjesht shërbime si vend dhe do marrim vetëm të ardhura nëpërmjet shërbimeve, apo në koncerte ku pastaj ato dështojnë do të fusim nga buxheti i shtetit ke ajo që quhet të ardhurat që kemi për nevoja të tjera. Atëherë un kam një pyetje të fundit për ty, për shkak të kohës të limituar që kemi, do doja edhe një pyetje të fundit shkurtimisht. Nëse ju do të ishit në politikë sot, çfarë do të kishit bërë ndryshe? Do kisha bërë qeveri teknike. Dhe nuk do vazhdoja më. Do të bëja qeveri teknike, do të thrisja gjithë të rinjt dhe do doja që klasa e vjetër politike, jo antarët e partisë apo njerëzit që po klasa e vjetër politike të kthehej në klasë mentoruese, dhe të mos ishte aktor kryesor, të jepte shansin të rinjve që të menaxhojnë vendin, edhe ata që nuk e dinë shumë mirë se si është politika. Ata që kanë për politikë, që kanë marrë eksperiencat dhe eksperiencat janë dështimet në jetën e tyre, që thonë të rinjve që mos të dështojnë më, edhe ta duam vendin sepse politika nuk drejtohet me gjuhën e drujt dhe me dorë të hekurt, po drejtohet me empati, me dashuri, me dhënje më shumë se sa marrje dhe me mirëkuptim në mënyrë që brezat kur të vinë mos të thonin ishin politikanët ata që shkatruan Shqipërinë, po të thonë që ishin politikanët idealist ata që rregulluan vendin. Unë jam e bindur që të rinjt janë shumë të mirë dhe nuk e di pse kam një shpresë ke të rinjt dhe besoj që edhe klasa e vjetër politike duhet ta kuptojë që enough është is enough, pra shumë kur e kalon masën është tashmë momenti për të thënë boll më dhe për të rikthyer në mentor dhe këshilltar të mirë në mënyrë që të ketë vijim në vazhdimin e zgjedhjeve për përgatitjen e klasës së re politike, e cila do të jetë ajo që do prodhojë politik dhe jo më pushtet mbajtje.
Atëherë diçka të fundit, me qenë se përmende pensionet, ne ndiqemi nga shumë pensionistë, të cilët i falenderojmë. Unë kisha edhe një pyetje të fundit për pensionistët. Cila do ishte ajo pak dinjitoze? Me thënë drejtën, për pensionistët mund të jem nga deputetet e vetme ose politikanet që kanë folur shumë dhe kanë bërë shumë, dhe i fundmit ka qenë një projekt ligj që çova, por që fatkeqësisht nuk u kalua, por që do doja shumë të kalonte, që ishte projekt ligji për atë që quhet ligj integral, që do të thotë pensionisti përtes pagës dinjitoze, që është mbi minimumin jetik të jetesës, pra nga 300 euro e sipër, pra është dyshemeja 300 euro, kurse tavani duhet jetë derisa kontribute ka dhënë, duhet të ketë dhe disa shërbime fundore që e lidhin me nevojat e tyre, dhe pikërisht ai ligj i rregullonte këtë gjë, që kur pensionisti nuk ka mundësi të shkojë për të bërë shërbime të dedikuara, i vjen flota e mirë organizuar me punonjësi social, me shërbimet mjekësore dhe me gjithçka siç e ka bota perëndimore, për t'i ndihmuar dhe për të facilituar fëmijët e tyre që ata të shkojnë punë dhe të mos kenë nevojë që t'i vënë dikë tjetër, ka mundësinë që disa nga të gjitha aktivitetet, sepse problemin më të madh pensionistët e vuajnë nga ajo që quhet moshimi vetmuar, të gjitha aktivitetet sociale të kthehen falas ose me çerek çmimi, që do të thotë do t'i ndihmonin shumë për të ndjekur gjithë jetën sociale, do ishin mentor shumë të mirë për edukimin e fëmijëve dhe mund të kthehej në bonus një e ardhur për të gjithë ata që kishin fuqi dhe mund t'i qëndronin bas after schoolit për të mbajtur jo vetëm fëmijët e tyre në për dembesat, po dhe të lagjes, dhe bashkia mund të rregullonte, dhe kjo do ishte një rjetëzim social ku qyteti ishte të gjithë moshave, në mënyrë që moshimi të ishte me dinjitet, pa dhimbje, dhe si një jo si një plagë shoqërore, po si një vlerë admirueshme për brezin që kontribon pafund dhe që ka dhënë pafund vlera në gjithë shoqërinë tonë. Ndaj mendoj që nëse e ristartojmë këtë projekt ligj, nuk e shpika unë, e bëra nëpërmjet bashkimit të shoqatave dhe ka qenë zonja Mira Pirdeni, që është një nga përfaqësuesit Asagut që merret me moshimin, dhe morëm standardin europian ndërkombëtar ku futen të tre elementët, pra futet dhe pushteti lokal, dhe pushteti qendror, edhe individët, mund të realizojmë të gjëra të jashtëzakonshme, pse jo të bëjmë edhe nevojën që të moshuarit të marrin të gjithë njohuritë e ditës, pasi të rinë duke qenë atraktiv në përjetet sociale, mund t'i bëjnë moshuarit që nëpërmjet telefoneve, smartphone-eve apo formave të ndryshme ta jetojnë jetën në mënyrë sociale dhe shumë të bukur. Zonjë Nora, të falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Edhe unë ju falenderoj shumë dhe uroj që të keni një rrugtim sa më të bukur në shërbim të qytetarëve, po mbi të gjitha për të dhënë dhe për të marrë dashuri dhe për të marrë informacion për gjithë ata që na ndjekin, që ju ndjekin. Shumë faleminderit, ishte Faleminderit juve. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.